Të rishurat e Borës që kanë rënë nga mëngjesi në Tetov kanë vështirësuar komunikacionin, sidomos në pjesën e malësisë së Tetovës. Rrugët për në fshatrat e malësisë së Tetovës ishin të kalueshme me pajisje dimrore, ndërsa banorët thonë edhe pse kamioni për pastrimin e rrugëve ka kaluar, krip nuk është hedhur. S'kom pa, ma duket që pa pastro, pa krep, pa kur gjë. Rrezik kush është. E në shihera, e në këto. Nisa odha pa pastro është rrezik. Si që e shef një vjetë është, nuk ka fort e merë. Me zëngjere se jam t'i bajt ndalësit e shkollës. Në nësë kri pasëror s'ka. Jo. A ka Jo, përsajti? tash ka kalon. E në mëgji do bëhet merë, do pastruaj. Po kaloj kamioni nëllët, ka shku nëllët, po është nuk ka këthej ende. Krep ror? Krejp s'ka vjerë, për momentin s'ka. E pash se kaloj, ama krejp duket se s'ka. Por nga komuna e Tetovës thonë se ata janë duke pastruar rrugët dhe se 6 makina për pastrimin e Borës dhe ekipet e NPK Tetova janë në teren për të pastruar trotuaret. Në rrugët e qytetit gjendja ka qenë më e vështirë në orët e paraditës, por më pas është përmirësuar. Ekipet për pastrimin dhe mbajtjen e rrugëve janë në teren për shkak të rreshjeve të Borës, po mundsojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve të Tetovës në për rrugët e qytetit dhe të malësisë. Ekipet janë në teren, po punohet në pastrimin e rrugëve, gjithsesi edhe në hedhjen e krypës. Bëjmë apel të gjithë qytetarëve të Tetovës, veçanërisht të fshatrat e malësisë, të vozësin me kujdes të kenë pajisjet dimrore. Edhe rrugët regionale janë të kalueshme, por apelohet për më shumë kujdes. Nga qendra për menaxhim me kriza thonë se në Tetov, Gostivar, Vrapçisht, të gjitha rrugët janë të kalueshme. Në komunën e Mavrovës dhe Rostushës ka mbulesë bore rreth 10 cm. Është vendosur ndalim për qarkullimin e automjeteve të rënda në rrugët Gostivar-Mavrov-Dibër dhe Gostivar-Strazh. Si pasojë e kushteve të vështira atmosferike dhe rreshjeve të pandërprera të Borës, në disa vendbanime në territorin e komunës së Tetovës ka vonesa në grumbullimin e mbeturinave komunale. Ndërkaq nga kompania Saubermaher thonë se për shkak të vështirësive në qasjen dhe sigurin e lëvizjes së automjeteve në teren, shërbimi nuk mund të realizohet sipas orarit të parapar.